E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin e Monitor TV për të komentuar dy ngjarje që në fakt po çorientojnë publikun shqiptar. Fillimisht një herë do të flasim për Lelën dhe Leon. Uh, Lela dhe Leo, një çift i lindur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosovës, një çift që premtonte shumë për dashurinë e tyre, një çift që tregonin shumë pasion, që tregonin shumë emocion, që tregonin shumë adrenalinë shpirtërore, por siç duket, kjo marrëdhënie, edhe pse u përfol që do të jetë një ndër marrëdhëniet më të bukura, më të gjata, në pamje të parë, duket që po shkatërohet. Nëse do të hym tek Instagramët e të dy personazheve, Lela Seferi dhe Leo, do shikojmë që nuk ekziston asnjë fotografi e tyre. Do me thënë, në raport me çiftin, nuk ekziston asnjë gjë. Lela ka marrë rrugtimin e saj, Leo ka marrë rrugtimin e tij. Nuk ka më lajka, nuk ka më share, nuk ka më asnjë lloj postimi, por ka ndjekje të njëri tjetrit. Do me thënë, po luhet mekanizmi, nëse do të kthehemi në retrospektiv, po luhet mekanizmi i Romeos edhe Heidit. Romeo dhe Heidi, nëse mbani mend, e mbyllën lidhjen e tyre në këtë formë. Do me thënë, fshin gjithçka nga Instagrami, nuk pati transparencë nga ana e tyre për publikun për të treguar se çfarë në të vërtetë ndodhi me atë çift, u mbyll gjithçka dhe aty gjithçka përfundoi dhe sot tek kësaj dite publiku është në dilem, janë apo s'janë bashk. Pastaj pas një periudhe të gjatë kohore, Heidi vendosi që të heqë Romeon nga Instagrami dhe të njëjtën gjë bëri dhe Romeo, duke ditur që Instagrami ditën e sotme është dokumentacioni jon i vetëm që dëshmon gjithçka, dëshmon flasim apo nuk flasim me këtë njeri. Do me thënë, sot, po që se nuk e ke friends në Instagram, po që se nuk e ke friends në Facebook, ka mbaru gjithçka, marrëdhënia ka marrë fund, do me thënë ti nuk flet më me atë njeri. Dhe pikërisht të njëjtin mekanizëm janë duke luajtur Lela Seferi dhe Leo, që në thelb nuk postojnë asnjë gjë, nuk janë transparent në asnjë gjë për marrëdhënien e tyre, ndërsa në pjesën tjetër vazhdojnë të mbeten miq. Tani, derisa nuk ka asnjë lloj deklarate nga ana e protagonistëve, nga ana e personazheve në fjalë, me patjetër që publiku do të hamendësoj. Dhe hamendësimet do të vinë në forma të ndryshme që nuk kupton. Hamendësojmë që Lela dhe Leo këtë gjë e kanë bërë për interes të klikimeve. Hamendësojmë që Lela dhe Leo këtë gjë e kanë bërë për interesin e tyre. Do të thënë, kjo mbetet një pikpyetje e madhe se çfarë në të vërtetë po ndodh me këtë çiftin, por që ka një mes këtu, ka një krisje, kjo gjë duket. Edhe Leo ka publikuar një video që gjasme është i smur me grip, ka kaluar një viroz të rëndë, nuk është në gjendje të mirë shëndetësore, që më së shumti duke gjendje shpirtërore në fakt se sa shëndetësore. Do të thënë, ka një lloj situate, një lloj krisje që ndërlidhet me postimin e fundit që në Instagram ka hedhur Lela Seferi. Lela e ka hedhur thënien në gjuhën angleze, por me patjetër ne kemi përkthyer dhe unë do t'ju tregoj shqip se çfarë thot kjo thënie në Instagram tek Lela. Thënia thot kështu: kushdo mund të premtoj, do të thënë çdo kush mund të premtoj, por jo të gjithë munden ta mbajnë atë premtim. Që në kupton, të gjithë munden t'japin premtime pafund, por jo të gjithë janë mbajtës të premtimit të dhënë. Do të thënë, kjo është një deklaratë nga ana e Lelës që nënkuptohet që, do të thënë, ne mundemi ta kuptojmë të tillë që Leo ja ka dhënë një premtim dhe nuk e ka mbajt. Ndoshta Lela mund të jetë bërë xheloze sepse Leo përdorte shumë live-in, hynte në live me shumë goca, si me Xhenetën, si me personazhe të tjerë dhe Lela mund të jetë ndjer e neglizhuar apo e lënë pas dore, apo e ofenduar nga ana e Leos në këtë rast, do të thonë mund të jetë një nga shumë probleme kjo.
E dyta mund të ndodhen që për shembull Lela është e thyer nga ana e Leos në formë tjetër dhe një premtim që Leo e ka dhënë dhe nuk e ka mbajtur, domethënë krijon një lloj dinamike mendimi, por që është z dhe s'është pa gjë, domethënë kjo ekziston. Tani mund të jetë situata e parë që gjitha kjo mund të jetë e bërë për klikime dhe nesër mund të dalin siç doli Xhonatani dhe Roza që folën për marrëdhënien e tyre dhe pjesa e dytë mund të ndodhen që domethënë Lela dhe Leo kanë mbyllur kapitullin e tyre dhe nuk do të jenë fare transparent duke vendosur edhe një ditë që ta heqin njëri tjetrin nga Instagrami, se mendoj aty ku thyet buka më, nuk kanë arsye dhe pse të ndjekin njëri tjetrin. Domethënë ishte ky njëri nga mendimet e mia. Më pas kemi haludime, hamencime të ndryshme për këtë marrëdhënie. Gjithsesi, unë mendoj që Lela dhe Leo duhet të jenë transparent për publikun, sepse fansat janë pak në ankth për dashurinë e tyre. Mendoj që këto format e këtilla të mekanizmit marketingut tashmë janë të mësuara dhe unë uroj që të jetë mekanizëm marketingu sepse nuk jam kundër në asnjë mënyrë dashurisë, por do me thënë kjo është një diçka që ka ngritur hamencime të mëdha tek publiku shqiptar. Unë dua të marr mendimin tuaj për këtë pjesë dhe unë do të vazhdoj tani me komentimin e dytë që unë kam për të bërë, do ndaloj tek Gjesti. Gjesti një personazh shumë i dashur për publikun shqiptar, një personazh tepër i mbështetur edhe tani pas dramës famkeqe që i ndodhi në jetën e tij, humbjen e vllaut më të dashur, humbjen e vllaut më të afërt, më të mirë të zemrës, domethënë s'ka gjë më të afërt në botë se vllau. Fansat e Gjestit nuk ndalojnë së mbështeturi Gjestin, nuk ndalojnë së mbështeturi në asnjë mënyrë. Në faqen Gjesti Channel po vinë postime pafund për të votuar dhe për të mbështetur Gjestin. Do me thënë edhe pse Gjesti akoma nuk është se ka postuar diçka në Instagramin e tij, do me thënë akoma nuk ka patur asnjë lloj lëvizje, do me thënë po qëndron në qetësinë e tij, po e vuan me shpirt humbjen e vllaut të vet dhe unë shpresoj një ditë që Gjesti të ngrihet në këmbë dhe të vepron me zemër për vllaun, do me thënë të gjitha të punë të madhe që ai e bën t'ia kushton vllaut të vet, por në faqe të cilat janë të hapura, sepse unë dua të mbështes ndjekësit e Gjestit, në faqe të cilat janë të hapura për Gjestin, kërkohet që të votohet. Votoni sa më shumë në linqet e Top Channelit, sepse duhet këngët e Gjestit të shkojnë në radhitje të parë, qoftë edhe në të dytë, do me thënë jo të rinë në të pestë, në të gjashtë, në të tetë. Votoni sa më shumë, sepse Gjesti ka më shumë se kur nevojë për ne, më shumë se kur ka nevojë për votën tonë dhe këngët të cilët do votohen në linkun e Top Channelit do ta çojnë Gjestin në klasifikimin e këngës së parë. Do me thënë këngët e Gjestit duhet votohen, votoni sa më shumë dhe shpresojmë që Gjesti të rikthehet më i fuqishëm se kur në skenën shqiptare.